Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshiruesit, mëshirbërësit, paqja, bekimet dhe begatitë të madhit Allah qofshin mbi vulën e profetëve Muhammed Mustafa alayhi salam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbarët ato të cilët e ndjekin dhe pasojnë udhën e tij deri në ditën e fundit, ku elusin të madhruarin Allah të na bëjë prej tyre. Të nderuar teleshikues, ndjekës të kanalit PIS TV, jemi së bashku në varg ciklin e emisioneve Fjala që udhëzon. Sot do të ndalemi pikërisht me fjalën e profetit alayhi salatu wasalam, ose me vazhdimin e fjalës së profetit alayhi salatu wasalam, ku sahabiu e pyet se cili është njeriu më i mirë dhe cila është vepra më e dashur tek Allahu. Pra cili është njeriu më i dashur dhe cila është vepra më e dashur. Normalisht për të qenë njeriu më i dashur dhe për të qenë vepra më e dashur duhet të jetë konform asaj që Allahu subhanahu wa taala ka shpallur. U ndalëm në javën e kaluar tek disa vepra të cilat i ofron profeti alayhi salatu wasalam si alternativë arritjes së kënaqësisë së Allahut, dhe vazhdon fjala profetike. Pra e gjitha kjo në një fjalë profetike, një sër temash, të gjitha tema në vete si vepra më të dashur tek Allahu, ku që të gjitha kanë prioritet ndihmesën e njeriu. Pra të fusësh gëzim në zemrën e tjetrit, ti largosh një breng të cilën ai e ka, të ndihmosh në shlyerjen e borxhit dhe tani tatrudu anhu juan. Një pjesë tjetër pra e kësaj përgjigje profetike, t'ja largosh urinë. Profeti alayhi salatu wasalam lutej vazhdimisht që Zoti ta mbrojë nga varfëria. Ndaj dhe në një fjalë që përcillet si fjalë profetike, thot ka del faqru an yakuna kufra. Varfëria gati sa nuk e çon njeriu në mohim. Pra që lutej i dërguar i Zotit që të mos zhytet ose mos të ketë varfëri të tillë aq të mundimshme, sepse në varfër jemi vazhdimisht si nevojtar ose nevojtar për ndihmën e Allahut jemi vazhdimisht, por varfëri që ti mos zgjesh zgjidhje se si ta shlyesh atë, dhe ajo çfarë është më kryesorja, uria, pra një varfëri e cila i kalon limitet e varfërisë, e cila përfundon në uri. Në betejën e Hendekut mblidhen rreth pejgamberit alayhi salatu wasalam shokët e tij, të cilët i ankohenin për urinë që i kishte kapluar. Dhe akoma më e vështirë se sa uria personale është uria e familjes tënde. Pra të shohësh familjen apo të shohësh fëmijët, Zot mos na sprovo, ti shohësh të uritur dhe ti nuk gjen zgjidhje, nuk gjen se me çfarë ti ushqesh, si gjendja e vëllezërve ton konkretisht në Gaza sot apo dhe në shumë vende të tjera ku elusim Allahun subhanahu wa taala t'u japi zgjidhje më të ndihmshmi Allah. Dhe janë kohën dhe i thonë i dërguari i Allahut, nga uria e madhe e cila na ka kapluar, nuk gjejmë veprim tjetër, domethënë që ta ndalim atë sa kemi lidhur dhe gur ose rrasa në pjesën e jashtme të barkut për të ndaluar atë pjesën që shkaktojnë zorrët, domethënë brendësia e brendshme e barkut, ndërsa profeti alayhi salatu wasalam u tregoi shokëve të tij se një uri e tillë është e dyfish tek i dërguari i Zotit, dhe u tregon domethënë se ishte i dyfish, domethënë gurët ishin të dyfish tek i dërguari i Zotit. Pra nuk jetonte i dërguari i Zotit në luks ose në mirësitë të ndryshme të dynjas dhe të lindë shokët e tij të vuanin. Ai vuante bashkë me ta. Pra ti largosh tot urinë atij të cili domethënë nuk gjen se si ta shlyej atë urinë e tij. Tregon sahabiu i nderuar Abu Huraira radhiyallahu anhu dhe thot një natë prej netësh, duke qenë se isha i uritur dhe kish braktisur fisin e tij, domethënë ish larguar nga fisi i tij dhe ishte i huaj në Medinë, fisin Daus pra, thot kisha dalur në rrugë si pasojë e urisë me shpresën se mos dikush do të më ftojë. Pra e ruan dinjitetin e tij deri në fund. Nuk i shtrin dorën tjetrit, por nëse dikush i ofron mundësinë domethënë t'ia largoj këtë uri, pse jo? Thotë dhe kaloi aty pranë Abu Bekrit radhiyallahu anhu, i cili pasi më përshëndeti më pyet dhe më thotë: "O Abu Huraira, ç'të kanë nxjerr në këtë orë të natës?" Që nuk ishte zakon domethënë të qëndronte jashtë. "Ç'të kanë nxjerr në këtë orë të natës?" I them tha atij Abu Bekrit: "Shpresa se mos takoj dikënd për të fituar ndonjë sevap, pra siç kalove ti, duke u përshëndetur dhe duke ma përkujtuar Allahun subhanahu wa taala nëpërmjet
ndonjë fjalë të Allahut, pra ndonjë ajeti kuranor. Thot dhe ai Abu Bekri radhiyallahu anhu ma këndoi një ajet kuranor dhe vazhdoi rrugën. Thash, nuk ishte zgjedhja ime Abu Bekri, pra nuk e kuptoi Abu Bekri se Abu Hurajra ishte i uritur. Pas ti thot erdhi Umeri radhiyallahu anhu dhe ky i dyti ashtu sikurse i pari, e njëjta gjë. Thot dhe u largua, pra dhe Umeri pas asaj bisede që patën me njëri tjetrin u largua. I treti thot vjen i dashmi i Zotit, ustai i madh. Dhe i thotë Abu Hurajra, ç'të kanë nxjerrë në këtë orë të vonë të natës. Thotë dhe i thash dhe pejgamberit alayhis salam, ashtu sikurse i pata thënë Abu Bekrit dhe Umerit më parë. Thotë dhe i pejgamberi alayhis salam vuri buzën nga dhe tha, eja Abu Hurajra, eja zbashku me mua të shkojmë në shtëpinë time. Thotë kur shkoi në shtëpinë e tij, i thotë Aishës radhiyallahu anha, kemi diçka? Pra i dërguari i Zotit e fton dhe akoma nuk e din nëse ka diçka që mund t'ia shuaj urinë e Abu Hurajrës. I thotë Aisha radhiyallahu anha që na kanë sjell dhurat këtë tenxhere me qumësht. Thotë dhe më thotë Abu Hurajra, u gëzova pa mas, thotë Abu Hurajra. Sepse mendova, thotë, normalisht mendja të shkonte që pejgamberi alayhis salam do të ma ofroj mua atë kusi me qumësht. Thot, shko tek banorët e Sufës të pastrehet, të cilët banonin në xhami, quhen ashabu Sufe ose banorët e Sufës të pastrehet, jetonin në xhami, shko tek ata dhe ftoi. Thash thotë Abu Hurajra pra me vete që çfarë do mjaftoj kjo? Pra kjo më mjafton mua, ndoshta edhe një tjetër, domethënë për 2 vet, po jo të shkoj dhe të ftoj të pastrehet të cilët jetojnë në xhami. Thotë dhe shkova. Thotë dhe erdhën u mbush shtëpia plot pra. Dhe më thotë Abu Hurajra, thotë kur më thirri emrin, thash u kënaqja, sepse mendova se do më thonë të fillo ti i pari. Ndërkohë që profeti alayhis salam më tha, fillo dhe jepu të gjithëve me radhë. Dhe pinë, thotë Abu Hurajra, të gjithë derisa u ngopën. Dhe kur u ngopën, më thotë kush ka mbetur Abu Hurajra? I thash, unë dhe ti o i dërguari i Allahut. Atëherë pi, thotë Abu Hurajra. Dhe profeti alayhis salam gjithmonë kur është qerasës ose ofruesi diçka, ja respekton fjalën e tij të cilën e ka vendosur si etik, ku thot saqil qawm akhiruhum shurban, ai i cili u jep të tjerëve për të ngrënë ose për të pirë, domethënë është i fundit i cili pin, për të pirë ka ardhur në këtë hadith konkretisht. Pra që i shërben miqve, ky është qëllimi. Thot pio Abu Hurajra. Dhe piva thot Abu Hurajra, domethënë me një gaz të madh, duke mos marr frym, domethënë, pra aq i uritur isha sa vetëm dëshiroja diçka të çoja në barkun tim. Dhe pasi e bëra thot një diçka të tillë, pra u ndala të marr frym, do të thot pio Abu Hurajra dhe i thash dhe për s'dyti. Thot aq sa domethënë mu mor fryma, pra me aq zell pija sa desh mu mor fryma. Thot dhe më thot për streti pio Abu Hurajra dhe piva i shumë thot sa nuk gjeja më vend, domethënë në barkë. Dhe më thot pio Abu Hurajra, tash i dërguari i Zotit, nuk kam vend më. Dhe qeshi thot ai pejgamberi alayhis salam dhe konsumoi dhe ai nga ena dhe thot Abu Hurajra, pra kjo është mrekulli që Zoti xhel xhelalu ja jep profetet e tij. Thot Abu Hurajra, thot nuk e ndaj dot nëse ena kishte më shumë para se të pinim apo pasi pim që të gjithë. Domethënë fakti që nuk u paksua masa, sasia e saj, kjo është mrekulli profetike, se domethënë në aspektin logjik, nëse disa persona konsumojnë diçka, është më së normale që ajo do të mbarojë ose ajo do të konsumohet, ndërsa në rastin konkret është mrekulli profetike që Zoti i jep bereqetin dhe nuk përfundon sasia e saj. Pra, duke i dhënë tjetër, duke i zgjidhur problemin e urisë. Mirë, po në këtë fjalën profetike, domethënë tatrudu anhu juan. Fjala që ka përdorur profeti alayhis salam, thot t'ia përzesh atij urinë. Pra çfarë ka për qëllim? A është qëllimi domethënë që thjesht ta ngopim një herë këtë person? Fjala profetike është të t'ia largosh urinë. T'ia largosh urinë do thot t'ia japësh zgjedhje. T'ia japësh zgjedhje do thot ai i cili nuk din ta mësosh. Ai i cili ka, por nuk din se si të sillet ose si ta investoj, ta menaxhoj atë që ka, ta orientosh.
Nuk është qëllimi, domethënë, që një personi ne tani t'i dërgojmë një qese me ushqime, ose t'i dërgojmë ushqimet e muajit, ose më shumë se sa kaq. Nuk i kemi dhënë zgjedhje. Zgjedhja për personin fjalë, pra ajo që profeti alayhi salatu wasalam e vlerësoi pra si një ndër veprat më të dashura tek Allahu xhella xhelalu, cila që nga, domethënë ti ja zgjedhësh këtë problem përfundimisht. Ti ja zgjedhësh përfundimisht pse jo, ta bësh të tillë që ai të mund të japi, të jetë prej atyre të cilët kontribojnë në azgjësimin dhe eliminimin e këtij fenomeni i cili ka kapluar shoqëritë. Dhe njerëzit nuk vuajnë domethënë nga uria se nuk ka dynjaja se çfarë të konsumojë, por vuajnë nga babëzia e të pasurve. Vuajnë nga babëzia e të pasurve. Duke pasur të babëzitur, domethënë vuajnë nga diçka e tillë. Pra, ta eliminosh plotësisht pjesën e urisë tek këta njerëz. Pra, çfarë do thotë? Dikush ka një vend pjellor, por nuk din se si ta shfrytëzojë atë arën ose tokën e tij. Ta orientosh. Pse jo t'ia mundsosh qoftë punimin, qoftë ndërtimin e diçkaje që mund t'ia ndryshojë komplet jetën e tij. Pra, ti flasim njerëzit tu flasim për asketizmin me patjetër, por jo tu flasim për asketizmin vetëm për faktin, domethënë se u mungojnë nevojat elementare. Por tu flasim për asketizmin në aspektin që mos të lidhet plotësisht me dynjan zemra e tij. Pra dynjaja për të jetë një urë kalimtare për në xhenetet e larta, inshallah në xhenetet Firdaus. Ndaj dhe profeti alayhi salatu wasalam, shokët e tij kur u fliste në këtë kontekstin e zahidlikut ose në kontekstin e asketizmit, u thonte, unë nuk kam frikë varfrin për ju. Pra nuk ju trembem se do t'ju mbuloj varfria, apo do t'ju mund varfria, apo do t'ju mposht varfria. Por unë kam frikë kur të çelet dynjaja për ju. Domethënë kur të nisni dhe të zotroni këto elementet e pasurisë. Aty ju friksohem juve. Ndaj një person i uritur nuk të frikson i shkreti. Sepse ai nëse bën një veprim thjesht për të ngopur barkun e tij. Neve na frikson një person i babëzitur. Dhe profeti alayhi salatu wasalam kur thotë që një ndër veprat më të dashura tek Allahu subhanahu wa taala, që nga domethënë që ti t'ia eliminosh, t'ia përzosh, domethënë mos gjej vend uria tek ky person, do të thotë që ti i ke dhënë një zgjidhje atit. Dhe zgjidhja nuk është thjesht për një ditë, apo ai i cili garanton vazhdimsinë ai është Allahu xhella xhelalu, por të marrim masat, pra masat të jenë të tilla që të mund t'i japim një zgjidhje në mënyrë të vazhdueshme këtij personi. Nuk po flasim për mrekulli profetike, si historia që përmendëm në fjalë, por po flasim domethënë për situata të cilat janë zgjidhje për të ardhmen. Pra si rasti i sahabiut i cili shkon tek i dërguari i Zotit alayhi salatu wassalam dhe i ankohet për varfrinë ose i ankohet për urinë e tij. Profeti alayhi salatu wassalam pra për t'i treguar këtij personi se nuk është kjo zgjidhja që gjet edhe sot. Hajde, gjet edhe sot, s'ka shumë rëndësi. Kismet deri nesër. Nuk është kjo zgjidhja. I drejtohet pra këtij personi dhe i thotë, ke diçka për shitur në familje, në shtëpinë tënde? Po. Pra para se ti shtrish dorën të tjerëve, më mirë, pra mos ti jesh falendërues askujt veç Allahut, mos domethënë që më mirënjohit i drejtohesh vetëm Zotit tënd. Do të ke diçka në familje? Po. Sille, pasi e shet ai profeti alayhi salatu wassalam i thotë, me këto bli diçka për familjen tënde, ndërsa me këto të tjerat bli një sopat, 1 litar dhe shko dhe bëj dru dhe shit dru. Thot, më pas eja, pra pasi e bëri një veprim të tillë, e ndryshoi jetën. Profeti alayhi salatu wasalam i dha çelësin, pra aty ishte sopata dhe drut për të bërë dru, domethënë aty ishin edhe para se profeti alayhi salatu wasalam ta orientonte. Mirë po, ja që një orientim shumë i vogël i zgjidhi një problematik shumë të madhe, siç ishte rasti i urisë. Nuk do të mbetej vazhdimisht domethënë familja e uritur. Pra, qëllimi kryesor është ky. Pra nuk do të thotë se ne shiko ta lëm të vdesin nga uria
se derisa të gjejmë një zgjidhje. Jo, do ta ndihmojmë, do t'i përgjigjemi, do ta ndajmë atë mirë që kemi. Shpesh njerëzit u mungon dhe kultura, dhe kjo është kultura edukata me Allahun, edebi me Allahun xhel xhelalu, që kur dikush e ka trokitur derën e tij ose e ka synuar për zgjedhur një problematikë të tij, në si rasti konkret që i nevojitet diçka për në familje, ai nis dhe thot mos e vrit mendjen. Sa të më kesh mua, pra kush je ti o njeri i Allahut? Edukohu me Zotin e gjithësisë. Ne nuk jemi askush, kush jemi ne që të themi sa të jem unë? Po ti mund t'jesh dhe mund t'jesh duke vdekur dhe vetë nga uria. Pra i thua tjetër që sa të më kesh mua. Kush je ti që duhet me të pas ty? Sa të kesh Allahun xhel xhelalu, pra edukohu se Zoti vallahi të sprovon pastaj. Sepse e ke sfiduar ti Zotin me diçka të tillë. Ose të tjerë të cilët shohin vuajtjen e dikujt dhe jo vetëm që nuk ndjen keqardhje, jo vetëm fakti që nuk ndjen keqardhje për to, kjo është një ndjesi e brendshme, por mund të përfundojë çështja deri aty sa të kemi një nënshmim, mund të kemi një paragjykim, mund të kemi një përfolje të hallit dhe të problematikës së tij. Pra, a mundet njeriu të përfundojë në këtë gjendje? Mund të përfundojë njeriu dhe më keq se sa kaq. Por e rëndësishme është që njeriu të jetë me dinjitetin e tij. A mundet domethënë një njeri shumë i suksesshëm, qoftë biznesmen, ndërtues, tregtar, apo një njeri shumë i suksesshëm materialisht në jetë, domethënë që në fjalorin e tij të jetë dhe diçka që quhet falimentim, pra të kthehesh nën zerën në të cilën ishe, mundet, askush nuk ka siguri. Por e rëndësishme është se edhe nëse bien këtë gjendje, edhe po ren këtë gjendje të jesh me dinjitetin tënd. Tregohet për dietarin e shuar Muhammed ibn Sirin, Zoti e mëshiroft, se ka përjetuar një gjendje në jetën e tij, gjendje falimentimi. Ai merri me tregtimin e vajit të ullirit dhe të gjalpit të tretur. Thot mirë, po për ta zgjeruar atë tregtinë e tij, pra kishte ndërtuar normalisht një depo dhe për ta zgjeruar kish marrë dhe aksioner të tjerë, pra njerëz të cilët kishin futur paratë e tyre duke u bërë aksioner në këtë biznes. Pra ata investojnë bashkë me ty, ti bën punën dhe merresh me gjithçka tjetër, ata kanë një përqindje fitimi. Pra jo përqindje interesi, por përqindje fitimi, por këtu merret parasysh domethënë edhe humbja. Mirë, po tek humbja në rastin konkret, Muhammed ibn Sirin rahimahullah falimentoi, por si falimentoi Muhammed ibn Sirin? Falimentoi në një gjendje shumë të keqe, sepse aksionerët të cilët pra që ishin aksioner me të, kishin investuar paratë e tyre dhe për fajin e tij ose për menaxhimin jo të duhur tek ai, e akuzuan ose e fajsuan, pra doli fajtor dhe arriti çështja deri aty sa e burgosën deri në shlyerjen e detyrimeve që kishte ndaj tyre. Po çfarë ndodhi me të? Thot një mik kishte rënë në këtë depozitën e vajit ndoshta ose të gjalpit të tretur, por ndoshta vaji i ullirit, ai sa ishte dekompozuar, domethënë, dhe Muhammed ibn Sirin pra nuk mjaftohet me faktin që ta heqim pjesën ose fizikun e dekompozuar dhe çfarë mund të ketë për rreth saj, por thot unë vetë nuk e konsumoj dot. Dhe si mund të shes të tjerëve diçka që nuk e konsumoj dot vetë, pra për efekt marakut, sepse fetarisht ka zgjedhje të tjera kjo çështje. Ndaj dhe zgjodhi domethënë që të falimentonte, por edhe më shumë se sa kaq deri të burgosej, ama asesi domethënë të bënte diçka që ishte në kundërshtim me bindjen e tij apo me njerëzillokun e tij. Kur e pyetën Muhammed ibn Sirin se si falimentove, pra shikoni sepse kjo ishte ajo që doja të thoja të nderuarit e mi, kur e pyetën Muhammed ibn Sirin se cili ishte shkaku i falimentimit, pra nuk tha se shkaku i falimentimit ishte që unë falimentova në emër të Allahut, por tha para 20 viteve ayertu rajulan bil iflas, pash një person i cili kalonte aty pranë, i falimentuar, pra nga njerëzit me nam, nga biznesmenët me nam të zonës, por që kish falimentuar dhe thash, s'ka mundësi, pra por e thash me një lloj përçmimi deri diku, domethënë
me një të pranishëm, thash si ka mundësi që njeriu pasi e ka arritur këtë grad, pra pasi e ka vënë biznesin për Terezie, pasi e ka shtruar ato biznesin, si ka mundësi që njeriu të mund të falimentojë. Por e thash me një lloj nënshmimi, domethënë si për treguar që ky është një njeri naiv se nuk ka mundësi ndryshe. Thot, unë e bëra këtë dhe pas 20 viteve më ktheu Allahu subhanahu wa taala diçka të tillë. Pra pas 20 viteve mora dhe unë rrugën e falimentimit. Pra shpesh njerëzit kanë nevojë, jo shpesh, por vazhdimisht kanë nevojë të edukohen, të jenë të edukuar me Allahun subhanahu wa taala. Dhe një ndër këto edukata është të mos i përçmojnë të tjerët. Dhe akoma dhe më shumë është që nëse ke mundësi ta ndihmosh dikën, ndihmoje, se ndaj dhe Allahu subhanahu wa taala ta ka dërguar nder, ta ka trokitur derën tënde, por asesi ta përçmosh atë. Kemi dhe rastin që profeti alayhi salatu wasalam na tregon shembullin atyre 3 personave të cilët ishin të sprovuar në jetën e tyre, ishin të sprovuar fizikisht, njëri ishte i sprovuar me shikimin e tij, pra ishte i verbër, njëri ishte i sprovuar me flokët e tij, pra i kishte të rëna në atë gjendje, pra ishte qeros, po ishte i asaj kategorie sa njerëzit domethënë e merrnin për shembull dhe kur dëshironin të tallenin ndoshta me dikë thonin që mi e bërë si filani. Dhe një i tretë që ishte i sprovuar nga lebroza, që të tre thot profeti alayhi salatu wasalam, Allahu me madhnit vet i shëroi nga gjendja në të cilën ata ishin, u largoi pra këtë fatkeqësi dhe u ofroi gjithsej i cilit prej tyre nga një pasurim vete, pra zgjedhi, pari zgjodhi deve, pra ai i cili ishte i smur nga lebroza zgjodhi deven, pra nga zjebja, i dyti zgjodhi bakti lop dhe i treti zgjodhi dele. Pra edhe në përzgjedhje ky i treti ishte më i saktë, se profeti alayhi salatu wasalam thot, kush prej jush dëshiron të merret me diçka, pra që ta ndërtojë bagtin ose blegtorin si biznes, le të merret me dele se Zoti me madhnit vet ka dhënë bereqet në to. Thot, dhe pasi kaluan vite dhe këta persona u pasuruan dhe u stërpasuruan, i njëjti melek erdhi, por tashmë në formën e një nevojtari i cili kërkon. Kur i kërkon të parit, ai nuk i përgjigjet. Thot, nuk kam mundësi, po nuk dua. Pra puno dhe ti si gjithë të tjerë. Thot, kam mbetur në rrugë. Më thënë, jam udhëtar dhe kam mbetur në rrugë. Thot, pa nuk je ti ai që para disa viteve njerëzit nuk i flisnin, nuk i afrohenin nga lëkura e tij dhe aq më tepër, domethënë, kërkoja një kore bukë për të ngrënë. Thot, jo më ke ngatruar me ndokën, sepse unë kur nuk kam qenë i smur, madje e kam trashëguar pasurinë brez pas brezi. Nëse je gënjeshtar, thot, ktheft Allahun në gjendjen e parë, thot, dhe u rikthye në gjendjen e parë. Ashtu ndodhi dhe me të dytin. Kur shkoi tek i treti dhe i kërkon diçka, domethënë që të mund të vazhdonte rrugën, pra sikur t'i jepte një dash apo një qengje, apo thot, merr çfarë duash dhe lë çfarë duash, sepse ajo që ke marrë dhe ajo që ke lënë nuk është gjë tjetër vetëm se mirësia e Allahut. Unë s'kam pasur asgjë dhe Allahu më pasuroi. Madje nuk kisha as shëndetin dhe Allahu më begatoi me të. Këtu thot i tregon meleku që të tre ishit të sprovuar, por Allahu të ndihmoi ty dhe të orientoi që ti të qëndrosh i fortë dhe i palëkundur në mirënjohjen ndaj Allahut. Ndaj të jemi mirënjohës ndaj Allahut dhe një pikë shumë e fortë e mirënjohjes ndaj Zotit është të mos nënçmojmë të tjerët, të mos flasim për të tjerët, për gjendjen, pra ka shumë njerëz të cilët nisin të analizojnë gjendjen. Është në këtë gjendje për 1, 2, 3, 4. Ti mund ta analizosh gjendjen e dikujt, po jo me përçmim. Jo të bësh një fushat se përse nuk duhet ta ndihmojnë filanin, por të bësh një fushat sensibilizuese. Ndoshta shpeshherë njerëzit nuk e gjejnë orientimin e duhur. Ji ndihmës dhe çelës në rrugën e hajrit dhe dry për në rrugën e keqe. Ne do të bëjmë një shkëputje të shkurtër dhe do të rikthehemi së bashku për të vazhduar me pjesën e dytë të këtij emisioni. Shikues të nderuar, jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit për të vazhduar aty ku u ndalëm. Kur profeti alayhi salatu wasalam pra thot, ti largosh urin dikujt, pra ti largosh urin, ti japësh zgjedhje është qëllimi. Thot trudu anhu, ti ja përzësh. Ta përzësh domethënë është ti japësh zgjedhje. Thot
wala an amshi, që unë të endem për të zgjedhur hallin dhe problematikën një nevojtar, një vllai tim, është më e dashur për mua se të qëndroj në itikaf në xhamin time një muaj. Allah, shikoni se sa madhështore. Që të jem në shërbim të vllait tim, pra të endem, të sorollatem, të humb kohën, të sakrifikoj deri dhe me pasurinë time, deri dhe me shëndetin tim, e shumë gjëra tjera. Është më e dashur për mua, pra për profetin alayhis salam, se sa të qëndroj i itikaf në xhamin time, pra në xhamin e profetit alayhis salam, plot një muaj. Jo vetëm itikaf. Itikafi është një ndër adhurimet e pëlqyera, të cilën profeti alayhis salam e konkretizonte normalisht në Ramazan, në 10 ditën e fundit të Ramazanit, duke qëndruar plotësisht në adhurim të Allahut subhanahu wa taala në ato ditë, duke kërkuar prej mirësive të Allahut të panumërta. Ndërsa dhe kjo vepër është një vepër jashtëzakonisht sunet i dërguarit Zotit dhe e pëlqyer. Por kur bëhet fjalë që ky itikaf të jetë në xhamin e profetit, ku namazet shumë fishohen, veprat shumë fishohen, adhurimet shumë fishohen, dhe ta numëron ty dhe ta rëndit dhe thot që sikur diçka të tillë ta bëj një muaj me radhë. Pra kjo është më e dashur. Çfarë do thotë është më e dashur? Është më e dashur për pejgamberin alayhis salam apo është më e dashur për Allahun? Pra është më me sevap dhe më është përblyeshme për tek Allahu xhelle xhelalu, që do të thotë që mos e nënçmo kurr ndihmesën e tjetrit. Mos u sill arrogant me tjetrin. Pra e sheh që ai ka një nevojë. Mos shfryj, mos thoj nuk gjeti tjetër ky, domethënë vetëm mua. Ai tani ka nevojë për ty, por dije se ti ke nevojë më shumë për veprën që të ka trokitur nder. Mos shfryj, sepse profeti alayhis salam thotë: "La tudhhiri shamatat li akhik fa yu'afihi Allahu yabtalik." Mos i trego vllait tënd kënaqësi, jo kënaqësi, po një lloj përçmimi për gjendjen në cilën ai ndodhet, domethënë një lloj përqeshje, se ja largon Allahu atij dhe ta hedh ty. Dhe një ndër mënyrat që bëhesh shkaktar të përjetojsh gjendjen në cilën ndodhet tjetri është edhe kjo. Që ti e përçmon nevojën e tij, shfryn për nevojën e tij, ja largon Allahu atij dhe ta jep ty. Dhe ne nuk duam të rivalizojmë apo të sfidojmë Allahun xhelle xhelalu me këto veprime. Ne dëshirojmë si të arrijmë kënaqësinë e Allahut. Dhe profeti alayhis salam thotë që kënaqësia e Allahut arrihet në këtë formë. Thotë nëse dëshiroje ta gjeje të dërguarin e Zotit, pra nëse mungonte diku, e gjeje duke i ndihmuar ndonjë të veje, ndonjë nevojtari, ndonjë jetim. Ishte vazhdimisht në shërbim të tyre. Kur atij u shpall profecia në atë ngjarjen më dështore dhe shkon tek zonja e nderuar tek Khadija radhiyallahu anha dhe ja shpreh shqetësimin në cilin ndodhet, me çfarë e qetësoi zonja e nderuar Khadija, bashkëshortja e tij? E qetësoi dhe i tha: "Mos ki frikë, se ty Allahu nuk do të të lërë mbalt. Ti e ndihmon nevojtarin, i gjendesh pranë atij që ka hall dhe e pret mirë mikun." Pra akoma nuk kemi filluar me etikën islame, të cilën e ka ushqyer profeti alayhis salam tek shokët e tij dhe tek shoqëria islame, por jemi me natyrën e pastër njerëzore në cilën ndodhej Hatixha, zonja e nderuar Hatixha radhiyallahu anha. Pra çfarë i tha profeti, me çfarë e qetësoi? E qetësoi me faktin se ky person, i cili që nga i mirë për njerëzit, që nga i dobishëm për njerëzit, u azjet ka hallet njerëzve, si qëndron puna me këtë? Këtë Allahu subhanahu wa taala kur nuk do ta braktis. Këtë Allahu subhanahu wa taala kur nuk do ta lërë mbalt. Kjo në një natyrë të përgjithshme, ndërsa në vlerën fetare profeti alayhis salam këtë vepër nuk e barazon, domethënë i jep prioritet ndaj një muaj itikaf, dhe jo itikaf të bësh itikaf do si do, por itikaf në vetë xhaminë e profetit alayhis salatu wassalam. Dhe këto shembuj i dërguar i Zotit i ka dhënë pafund. Dikush ka patur problematik në familjen e tij, pra kishte një hall, një problematik, i gjendej pranë.
dikush ishte i pastre, profeti alayhi salatu wasalam derisa ta zgjidhte çështjen e tij, dikush ishte mik, dhe profeti alayhi salatu wasalam, domethënë, nëse nuk i ofronte dot strehim për atë natë, ndaj dhe ka pas thonë që haku i muslimanit ndaj muslimanit është një ditë, një natë dhe 3 ditë, domethënë për udhëtarin është qëllimi, pra që ta presësh mik në shtëpi, që ja ke borxh pritjen si mik. Dhe ka ndodhur që në kohën e profetit alayhi salatu wasalam një person nuk gjente ku të buante, ku të qëndronte dhe ku të flinte në atë natë. Dhe profeti alayhi salam thot që a ka kush e pret? Dhe doli një prej shokëve të profetit alayhi salatu wasalam vullnetar. Mirë po ky i cili dëshirën e kishte të madhe, mundësit nuk i kishte të tilla. Që do thotë nderuarit e mi, kur mos e nënvlerëso mundësin, kur mos thuaj unë nuk i kam mundësit, vallahi i ke. Allahu ta lehtëson. Thot dhe e merr këtë mik të profetit alayhi salatu wasalam, e merr në shtëpinë e tij. E njofton të shoqen se kam sjell një mik të profetit, sepse profeti kërkonte pra kush e pret dhe shpërblimi i tij është tek Allahu. I thotë shoqja që nuk kam ushqim mjaftueshëm. Thotë atëherë vi fëmijët në gjumë dhe e rëndësishme është të haj miku. Dhe i vuri fëmijët thotë në gjumë, pra pa ngrënë për darkë. Thotë dhe ulet me mikun, thotë mi po e ulet të dritën e kandilit, thotë ndryshe. Ulet me mikun me demek po han, mirë pa ai nuk kishte pranë vetes vetëm se pjatën, ndërkohë që kishte ushqim vetëm për mikun. Dhe konsumoi miku në atë natë, e konsumoi domethënë atë darkën dhe u kënaq nga mikpritja e tij. Dhe profeti alayhi salatu wasalam, i cili e tregonte të nesërmen, u tregonte shokëve të tij si një vepër madhështore që bëri ky person, thotë dhe qeshi Allahu me veprën e filanit. Pra qeshin shej gëzimi në mënyrën se si e finalizoi këtë të mirë. Pra sakrifikoi për Allahun, sakrifikoi dhe për profetin alayhi salatu wasalam, duke kërkuar domethënë që ta nxirrte faqebardhme me këtë që i kërkoi se ku të buante në atë natë, dhe qeshi Allahu thot me veprimin e filanit. Pra qeshin shej gëzimi dhe Allahu subhanahu wa taala e mirëpriti. E vazhdon i dërguari i Zotit dhe thot: "Wa man katama ghadabahu satara Allahu aurata." Dhe kush e fshe zemrimin e tij. Ne inshallah do të kemi edhe një emision ku një prej shokëve të profetit alayhi salatu wasalam e pyet dhe i thotë i dërguari i Zotit, më këshillo, pra më jep një këshill gjithë përfshirëse, dhe profeti alayhi salatu wasalam për disa herë me radhë i thotë atij la taghdab, mos u zemro. Ndërsa në rastin konkret thotë dhe ai i cili nuk e fshe pra vetëpërmbahet në zemrimin e tij, Allahu subhanahu wa taala i mbulon tmetat e tij. Që do të thotë që këtë zemrim e bën për Allahun subhanahu wa taala. Do të thonë vetëpërmbahet për Allahun, në emër të Allahut, në emër të kënaqësisë të Allahut. Dhe vazhdon i dërguari i Zotit duke thënë: "Wa man kadhama ghaydahu", dhe kush e menaxhon atë irritimin dhe dëshirën e hakmarrjes, ndërkohë që ka mundësi ta bëjë diçka të tillë. Pra, nuk është se vetë përmbahet se ky nuk ka mundësi. Jo. Ky e ka të gjithë mundësinë që ta zbatojë, domethënë këtë hakmarrje apo ta shprehë këtë zemrim. Allahu e fuqizon dhe e bën të qëndrueshëm ditën kur të gjithë do të kenë lëkundje dhe do të kenë luhatje rujna Zot. Ka ndodhur në kohën e profetit alayhi salatu wasalam që Ebu Bekri radiallahu anhu të kishte një debat ose një diskutim në prezencë të dërguarit Zotit me një person i cili fliste ose e akuzonte me Ebu Bekrin radiallahu anhu me gjëra të cilat nuk qëndronin, që është e vërteta. Dhe Ebu Bekri radiallahu anhu, i cili në emër të respektit të profetit alayhi salatu wasalam ulte kokën dhe nuk reagonte. Dhe ai i cili fliste akoma dhe më shumë. Dhe Ebu Bekri radiallahu anhu, i cili nuk reagonte, ndërkohë që profeti alayhi salatu wasalam buzëqeshte. Dhe pasi diçka e tillë ndodhi për 2 ose 3 herë, pra u përsërit një situatë e tillë për 2 ose 3 herë, në një çast, pra ai Ebu Bekri radiallahu anhu reagon ndaj tij. Mirë po kur reagon, kur ja kthen me të njëjtën monedhë, thon ndryshe, ngrihet profeti brofin këmbë dhe largohet i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam me të shpejtë.
Kur u largua, u ngrit dhe Ebu Bekri sepse kuptoi që diçka nuk është më normale. U ngrit dhe ju vu nga pas të dërguarit Zotit alayhi salatu wasalam, dhe kur arriti ato i tha: "O i dërguari i Allahut, kur ai fliste për mua gjëra të paqëna, pra më akuzonte, ndoshta më shante dhe më ofendonte, ti buzëqeshje, ndërkohë që kur unë reagova me të njëjtën monedhë, pra nuk është se bëra ndonjë gjë të veçantë, ti brofe në këmbë dhe u largove", i thot profeti alayhi salatu wasalam: "O Ebu Bekr, për sa kohë që ai të akuzonte, të shante dhe të ofendonte dhe ti nuk reagoje, pra e mbaje në brendësi atë inatin tënd, atë zemërimin tënd, pra nuk e shfaqje, ndërkohë që patë mundësi ta shfaqje, një melek i thonte këtij personi: dhe për ty." Domethënë kjo është e pavërtetë për Ebu Bekrin, por qoftë e tillë për ty. Ndaj dhe qeshja, por kur ti vendose që ta marrësh hakun me dorën tënde, atëherë thot ai meleku u largua dhe nuk i takon profetit alayhi salatu wasalam të qëndrojnë në një vend ku nuk qëndrojnë aty me lajket. Dhe kush vetë përmbahet, ja mbush Allahu zemrën e tij me dritë. Ja mbush Allahu zemrën e tij me dritë, pra e ndriçon, e orienton vazhdimisht për tek e mira, për tek e drejta, dhe e mbyll profeti alayhi salatu wasalam këtë porosi madhështore si gjitha fjalët e tij, këtë fjalë udhëzuese siç janë gjitha fjalët e profetit alayhi salatu wasalam, dhe thot: "Wa man masha ma akhihi fi hajati", dhe ai person i cili e ndjek vllain e tij, pra i shkon nga pas për nevojën që ai ka, Allahu subhanahu wa taala do ta bëjë të qëndrueshëm ditën e Kiametit, ditë kur do të luhaten krijesat e Zotit, ditë për cilën Allahu xhalla xhelalu në Kur'anin e tij famlar na drejtohet dhe thot: "Yawma yafirru al-mar'u min akhi", në ditë vllai do të largohet nga vllai i tij, nga nëna dhe babai i tij, nga bashkëshortja dhe fëmijët e tij, në ditë gjithsej i cili do t'i mjaftoj halla dhe brenga e tij. Domethënë, do të ketë një siguri kaq madhështore ai i cili ka jetuar pranë me njerëzit për hir të Allahut, jo për hir të ndonjë interesi të dynjas, por për hir të Allahut, ka qëndruar aq pranë me ta, aq pranë ka qëndruar sa e ka bërë në emër të Allahut, Allahu subhanahu wa taala do t'ia shpërblejë ditën kur do të ketë më shumti nevojë. Normalisht që urtësitë dhe shpjegimet dhe zgjerimet në këto tematika, në këtë fjalë kaq përmbledhëse të fjalës së profetit alayhi salatu wasalam nuk mbarojnë me kaq, por për efekt të minutazhit dhe të emisionit dhe ciklit të emisionit që kemi zgjedhur të jemi thjesht përkujtues të tematikave të ndryshme, do të ndalemi këtu për të ritakuar së bashku me shpresën e Allahu subhanahu wa taala në javën e ardhshme. Deri atëherë, asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.